muzik house edhe elektronik, edhe pse ato, kështu si muzik, si zhandre kum dëgju gjithmonë, po nuk është që kum besu vetës që muj me lëshu që atë lloj muzike. Se thësha, nashta nuk di, ose pak problem nuk di me miksu, ashtu, se edhe nuk i kisha pajisjet, edhe nuk disha me miksu bash mirë, edhe kur si ki pajisjet është pak ma problem, kështu mu mësu, normal ti aty në laptop mund është pak diçka me bo, po kur vjen punat e performanca, nuk është që shkon ti aty me laptop, po i ki pajisjet edhe tani është pak ma problem. Edhe tani prej aty në dy zhandreve, kum kalu ka pak në house elektronik, e aty derisa e kum mësu me lëshu me kështu tamon me si DJ-ën, disa pajisje për DJ-a, nuk mu ka do shumë kohë, po vetëm se pak u konë problem, se u konë komplet një zhandër tjetër prej që ka e mësune me lëshu, dhe normal më ka ndihmu dhe pak veshi jam për muzikë, se di këgja shumë mi lidh muzikën, edhe pse nashta pak disa njerëzën ndoshta mune m'ju dok pak e çuditshme që shi kombinoj, po unë mendoj që është interesant. Ka qenë një periudhë që Rita ka qenë në pauzë, e përmendë edhe pak më herët, është kjo periudha e studimeve, edhe kjo pjesa largë Kosovës. Si e kujton? E kujtoj shumë mirë, po pikë së pari, kur kam qenë moshën 21-22 vjeçare, kam qenë në Gjermani, aty pak kam jetu një 2 vjetë, kum studiu. Aty nuk është që ju marrë me muzikë, në fakt e patalon krejt. Vetëm një herë... Ke mendu që do të kthehesh prapë? Ka qenë një pauzë që e ke ditë edhe ti që është e përkohshme, apo... Nuk është që e kum lanë, kështu me thonë, e lash edhe mos ju kthena, po në qatë kohë nuk është që fokusi jam nuk u kanë aty heq. Se nuk e kum konsideru një punë që kisha bo ndoshta krejt jetën. Edhe veç ju më fokusu ma shumë studime, ma shumë me dalë, mu knaq. Po tani në kohë të pandemisë, ju më këthy prapë në Kosovë, edhe kum pas normal me kry këto fakultetin. Edhe tani në qatë kohë, dyqysh, thësha pse mus me bo një diçka që mu më pëlqen, pas normal përfundimi i fakultetit e krejt, edhe kum vazhdu prapë me muzikë. Ka qenë e vështirë, rikthimi është ndoshta diçka interesante me u kthy në diçka që ecë me kohën edhe ka trendet vazhdueshme çdo vit. Po, pak vështirë ka qenë, se sa pa ta kriju pak një lloj rrethi, një lloj aty po më në Kosovë kur kum lëshu muzikë, mu pa dosh tani me shku në Gjermani. Tani ju më kanë pak, nuk ju më kanë në Kosovë të jetu dhe nuk është që njerëz të kanë ditë apo lëshoj muzika, apo çka jam të bo. E tani kur ju më rikthy, mu pa dok si kur mja fillu prej fillimit me muzikë.